popullit Shqipëri që po dalim të gjithë bashkë, dua vetëm t'ju tregoj pak minuta historinë e Dimendit që ka ndruar jetë, që ky Tiranë e detyronte të dilte në protestë, sepse do ishte nga puna, dhe ishte i sëmur, dhe i matë ka ndruar jetë. Ka ndruar jetë, pse? Sepse vetëm ky e detyronte të dilte në protestë. Se përdryshe dhe ishte nga puna, dhe merrte të gjithë familjen për të marrë ciklat tona. Kështu që ne pretendojmë që mos të ndodhi më këtë gjë dhe të kemi një Shqipëri të bukur, pa të tilla gjëra, edhe një Shqipëri që fëmijët tanë të kemi të ardhme të bukur. Siç po vjen dhe diaspora sot, diasporën e kemi me vete. Diaspora jon nuk na kalon. Nuk do na lënë dhe absolutisht asnjëherë. Falenderit të gjithë që kanë të sjetur për gjitha problemet që kemi patur. Ju falenderit shumë.